Përshëndetje miq, sot faktikisht duhet ishim shumë më shumë. Po Belinda Balluku na ka vjedhur lekët e hekurudhës, e trenit. Ka mbi 12 vite që janë dhënë shumë lekësh, miliona euro. Dhe Belinda Balluku bën tinte. Ka futur vetëm pusët e trenat e Zvicrës, duke thënë se si do të bëhen trenat në Shqipëri. Pasi gjë nuk është realizuar. Qytetarët e Durrësit kalojnë orë të tëra, shpenzime me qindra euro e me mijëra euro për të ardhur në Tiranë, për të mësuar, për të studiuar këtu në vend. Belinda Balluku na ka vjedhur së bashku me Edi Ramën. Janë të dy së bashku, kanë ngritur një sistem piramidal, një sistem politik piramidal. Çfarë do thotë kjo gjëja? Do thotë që Edi Rama i jep lejet për kullat. Belinda shkon i bën direkt autostradën. Nuk ka ngelur oligark pa ndërtuar resorte në Rivjerën e Shqipërisë që Belinda të mos i boj tunelin. Nuk ka ngelur licencë peshkimi që Belinda të mos shkojë i boj portin e vogël. Nuk ka ngelur resorte, hotele, Durrësi që Edi Rama të mos i fali tokat publike dhe Belinda Balluku oligarkëve. Të gjithë këto lloj sistemesh janë të lidhura së bashku. Ato luajnë me ndjenjat, luajnë me ekonominë, luajnë me politikën dhe me shoqërinë tonë. Ne duhet marrim përgjegjësi të ardhmen tonë. Duhet i japim dorë, t'i shtym aty të vendi ku e kanë, gjithë së bashku. Hekurudha, nëse doni dinë vërtetën, hekurudha pse u vatet. Keni pyetur ndonjëherë? Sepse vazhdimisht thonë që do bëjmë hekurudhën, po interesat janë të oligarkisë, duan të bëjnë hekurudhë me karburant, duan të bëjnë hekurudhë si në vitet 80. Tashti po lidhin linjat e kablit elektrik. Tashti janë kujtu mas 12 viteve që treni lëviz ka me elektricitet. Treni duhet sjellë me 2.000-3.000 njerëz brenda gjysmore këtu. Po ato nuk duan. Nuk duan, duhet na marrin aty në ato shtëpiat e ftohta lagështin, atje mes Knetës në Durrës, atje mes Mjerimit. Ne duhet të jemi të pranishëm. Duhet të jemi të pranishëm në për sheshe, në për shkolla, në për spitale, në për të gjithë vendet publike, për të kërkuar të drejtat tona. Ato na kanë vjedhur kudo. Miq, na kanë vjedhur bukën e gojës. Kemi sot student që punojnë me 2 turne. Kemi punonjës që rrinë trafik dhe kemi pensionista që rrinë në rrallë të sporteli për të marrë një bilet, një abone mujore. A është ky një sistem ekonomik? Të gjithë jemi të skartuar, të gjitha ka skartuar në mënyrë të një pas njëshme dhe oligarkia vetë së bashku me të gjithë pushtetarët, nga pushteti më i vogël bashkiak deri tek Edi Rama. Të gjithë duhet i futën burg, të gjithë aty e kanë vendin dhe ky nuk është asnjë pikë dyshimit më e vogël.